Menaxheri i këngëtarit të njohur shqiptar, Luiz Eili, Jetmir Agaj, ka ngritur një valë të re diskutimesh dhe emocionesh në botën e showbizit shqiptar, pasi ka zbuluar mundësinë që Luizi të rikthehet sërish në skenën e madhe të spektaklit Big Brother, nëse do të realizohet edicioni shumë përfolur All Stars. Ky skenar është parë si një ndër mundësitë më të forta për të sjellë emocionin e dikurshëm dhe për t'i dhënë publikut edhe një herë atë ndjesi të veçantë që vetëm Luizi ka arritur ta krijojë. Në një intervistë të dhënë për emisionin Prive, Jetmir Agaj u pyet drejt për një rikthim të mundshëm të artistit në shtëpinë ku fitoi zemrat e publikut. Përgjigjja e tij ishte e qartë dhe plot besim. Nëse do t'i jepej mundësia, ai do ta këshillonte pa hezitim Luizin t'u futej sërish në lojë. Besoj që të futet prap, se e di që ai I mund atakë gjithë, tha ai me bindje, duke lënë të kuptohet se suksesi I Luizit nuk ka qenë rastësi, por rezultat I një kombinimi të rrallë të karizmës, inteligjencës dhe aftësisë për të menaxhuar çdo situatë. I pyetur nëse edhe vetë Luizi mendon njësoj, menaxheri sqaroi se kjo mbetet ende një pikë pyetja. Megjithatë, Agaj nënvizoi se këngëtari është shumë I zgjuar dhe gjithmonë e analizon mirë çdo hap që hedh. E pres ditën kur të futet, tha ai, me një buzëqeshje domethënse, duke lënë të kuptohet se bisedat dhe planet për një rikthim të mundshëm nuk kanë munguar. Në këtë mënyrë, është hedhur edhe një shkëndijë e fortë që ka rritur kurreshtjen e publikut. Ky lajm është përhapur me shpejtësi në rrjetet sociale, duke ndezur një entuziazëm të madh te fansat e Luizit. Ata kanë nisur menjëherë të ndajnë mesazhe mbështetjeje, komente plot dashuri dhe dëshira që ta shohin idhullin e tyre edhe një herë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Shumë prej tyre e konsiderojnë rikthimin e Luizit si një garanci për spektaklin, pasi ai di të mbajë vëmendjen gjallë dhe të krijojë emocione të papërsëritshme. Nëse Big Brother All Stars do të bëhet realitet, prania e Luiz Eilit do t'ishte padyshim një nga pikat më të forta të këtij formati. Ai tashmë ka dëshmuar se është një fenomen që shkon përtej spektaklit, duke u kthyer në një figurë që mbledh rreth vetes mijëra njerëz. Për momentin, gjithçka mbetet në kuadër të diskutivave dhe pritjes, por një gjë është e sigurt, rikthimi I mundshëm I Luizit do t'ishte një nga ngjarjet më të mëdha televizive që publiku shqiptar pret me padurim.